Ibn Kajimi është njeri prej dietarëve më të shquar të shkencave islame. Ka lindur në vitin 691. Njihet me këtë emër, ndryshe emrin e plot e ka Muhammed bin Ebi Bekr bin Ejub. Rrjedh nga një familje e cila jo vetëm që e ka dashur dijen, por edhe e ka kultivuar atë. Baba i tij njëherësh ka qenë edhe njëri prej mësuesve të tij. Hoxha ynë Ibn Kajimi, Allah mëshiroft, ka pasur fatin që të merr dije tek dietarët më të mëdhenj të kohës së tij. Ka pasur fatin që të merr dije madje prej atij që konsiderohet si mësuesi i tij kryesor, Ibn Taymije, Allahu i mëshiroft që të dy. Është ndikuar shumë prej tij dhe prej fjalëve të tij, atë sa ka qenë e rrallë ajo kur është përmendur Ibn Taymije dhe nuk është përmendur emri i tij. Madje Ibn Kathiri, i cili po kështu ka qenë njëri prej nxënësve të Ibn Taymijes, përmend se që nga viti 712, kur Ibn Taymije ishte kthyer nga Egjipti në Damask, deri në vdekjen e tij, as edhe një herë të vetme nuk është ndarë Ibn Kajimi prej tij. Pra e ka shoqëruar vazhdimisht dhe ka marrë dije prej tij, aq sa është bërë, si themi, një lloj zëvendësi i tij, madje edhe praktikisht e ka zëvendësuar atë pas vdekjes së tij. Ibn Taymije, siç përmendet, ka qenë plot 30 vite më i vjetër se sa Ibn Kajimi. Prandaj ky raporti jo vetëm nxënës dhe mësues, mirë po është ngritur edhe në një nivel tjetër dhe ka qenë raport edhe, si themi, prindror. Pra një afërsi e madhe e Ibn Taymijes me Ibn Kajimin, që sigurisht si ka reflektuar edhe në dije, por edhe në sjellje dhe edhe në tipare. Madje, të nderuar vëllezër, është interesante se Ibn Kajimi konsiderohet si, nëse mund ta quaj kësaj, siç edhe ka thënë në të vërtetë Ibn Hajar el-Asqalani, Ibn Kajimi konsiderohet si trashëgimia kryesore e Ibn Taymijes. Përveç atyre veprave të shumta dhe me vlerë që ka lënë pas vetes, Ibn Taymije ka lënë edhe nxënës të shumë, në mesin e tyre edhe Ibn Kajimin, i cili llogaritet si trashëgimia më e mirë që Ibn Taymije ka lënë pas vetes, Allahu i mëshiroft që të dy.